E tash kush me kënë po bërna i gore tash? Kush kënë tash pa e nëqma, kush kënë? E tash, dëgjuni fornëte. Islauha të lëzër, sali në gjuhën arabe, është kur diqka bëhet pjesë e diqkafit atë. Dëmon, jo mu djek dora ose nga jashtë, po dëmon, aqë thellë depërtan zjarri në trupin e tyne, sa që nuk dallohet me zjarët e trupit. Nësa nuk vdesin. O kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab, dhe sa herë u digjen lkurat, u androjmë lkura tjera që në vazhdimsi ta shijojnë dënimin. Thosh për çka Allah kjo? Çka kanë bëu Allah? Cila ka qenë çmimi me shpëtu? Që kjo ka qenë çmimi? Me armë nguq ka thot Allahu azza wa jalla. Çka ka qenë çmimi? Me nda ko për Zotin ka qenë çmimi. Me qenë i devotshëm e i sjellshëm ka qenë çmimi. Që çmim s'keni qenë gatshëm e pagu për jetë qetë të lumtur në dunjë. Për jetë mirë në dunjë, edhe për shpëtim të gjykimit. Që të kostos s'keni qenë gjendje e pagu, islauha. Tash dëgjoni. Bëni sabër, apo bëni sabër? Njëjtë është. Ti pa kur dikush për shembull të vëllazër armiku e burgos, duke torturu, ai thot badjava ki, do sabri ti, do me tërgu një farloj e rezistencën ndaj dënimit apo. Se nuk gjej pe atë. E Allah thot, ai sabri që mënon në dunjë, që ju ka bë kënar, kështu s'ekziston. Sbiru, e ullë të sbiru, durani, zdurani, edhe sun durani. Salamun aleikum, njëjtë është situata. Për shkak se poshnimi, vujtja, mirime ka me qenë pjesë e pandashme e jetës juaj të vazhdueshme tash në këtë zjarr. Klithvat e mëdha nuk e ndryshojnë gjendjen. Me thonë, në melek, me thonë, njëni fort po kono Zot, a bën që ta me nxirë apo? Kaj, mos kaj, klith, bërtet, çka dush. Nuk e nën situatën. Kur ka qenë koha me kajt, s'ke kajt. Kur ka qenë koha me marë, s'ke marë, tash, veç një fjallë ka, ikhsau fiha, wala tukallimun. Shporuni atje, ecë atje, në nëqmim, wala tukallimun. Asë një fjallë mësë të thoni mu, ka marë fund. Fjallët është dash në dunja me i thonë, atje është dash me thonë stakfirullah, atje është dash me thonë Allah në falë, atje është dash me thonë, atje është dash me thonë, la ilaha illa, atje është dash me thonë, tash s'ka fjallë, tash s'ka arsëtime, tash ka ndënim, të pashmangshëm, Allah në rujtë. Edhe Allah thot, innema tujzaune, ma kuntum ta'malun. Kajt kjo është veç për shkak se që kështu e keni lyp. Kajt kjo është shpërblim me një aspekt për punë që keni bu. Ko që vashëm. Ma kuntum ta'malun, veç ka keni qenë ju duke bërë. Veç. Punët e juaja veç e kanë si këtë situatë. Allahu askujt pa drejt nuk i panë. Allahu Gjelle Wala askujt mundi nuk e hupë. Allahu Gjelle Wala askën nuk e shkel. Absolutisht. Janë punë të juaja. Keni qenë dëshmitar, jeni gjyku drejt, peshorja ka funksionu, kjo është rezultati i punëve të juaja, Allahu na ruaj.